Përshëndetje të gjithëve, unë quhem Meno dhe vargu që do ndaj me ju sot nga Bibla është pikërisht nga libri i profetit Mikea, kapitulli 6, vargu 8, ku shkruhet: O njeri, ai të ka bërë të njohur atë që është e mirë. Dhe çfarë tjetër kërkon Zoti nga ti, përveç se të zbatosh drejtsinë, të duash mëshirën dhe të ecësh përulësisht me Perëndin tënd. Lavdi Zotit. Pra Zoti në fjalën e tij na tregon çfarë është e mira. Dhe kur është e mirë për të, është e mirë edhe për ne, apo jo? Dhe këtu na jepen 3 veçori të mirësisë. E para pra është të zbatosh drejtsinë. Dhe nga Bibla ne kuptojmë që zbatimi i drejtësisë është vetë dashuria. Kur Zoti Jezus e pyetën, cilat janë urdhërimet më të mëdha të ligjit pra, dhe ligji është drejtësi. Jezusi i tha, të duash Zotin Perëndin tënd me gjithë qenien tënde, pra më shumë se gjithçka. Dhe dyta tha Zoti, të duash tjetrin si veten tënde. Pra 2 herë flitet fjala të duash. Pse? Sepse Perëndia është dashuri. Dhe kjo dashuri është shfaqur më së miri në personin e Jezu Krishtit, që shkoi në kryq për mëkatet tona, është dashuria më sakrifikuese. Nëse kemi këtë lloj dashurie, kemi zbatuar drejtsinë e Perëndisë. Së dyti na thuat të duash mëshirën. Pra kujdes 3 herë fjala të duash, çfarë mëshirën, sepse Perëndia është i mëshirshëm. Perëndia dha hirin e tij, që është dashuri e pamerituar. Dhe ky hir vjen pikërisht nga mëshira e tij, që do thotë jo se ne meritojmë këtë dashuri prej Perëndisë, po sepse ai ka mëshirë për ne dhe nuk do që ne të humbasim, dhe erdhi vetë në Jezu Krishtin për të na shpëtuar dhe shpenguar nga mëkatet tona. Pra është dashuri që buron nga mëshira. Dhe nëse ne kemi këtë mëshirë, pra jemi të mëshirshëm ndaj të tjerëve, atëherë prapë bëjmë atë që është e mirë në sytë e Perëndisë dhe e mirë për ne. Dhe së treti, po jo për në rëndësia, është të ecësh përulësisht me Perëndin tënd. Të ecësh përulësisht me Perëndin do thotë të jesh më i ngjashëm me birin e tij, Jezu Krishtin. Do thotë ti bindesh Perëndisë së tij. Besimi i krishter, të dashur vëllezër dhe motra, është bindje. Pra jo vetëm ta dish fjalën, siç thot Jezusi, por ta zbatosh fjalën. Sepse ai që e beson fjalën e Perëndisë dhe nuk e zbaton, do thotë që nuk beson. Këtë na mëson shkrimi i lavdi Zotit. Po kur jemi të përulur, atëherë marrim hirin e Perëndisë. Sepse Perëndia na shkruhet në Bibël, i jep hir vetëm të përulurve. Dhe vetëm me anë të hirit të Perëndisë, ne mund të marrim fuqinë, urtësinë, por dhe dashurinë mbi gjithçka, që t'i bindemi urdhërimeve të tija. Dhe kështu na tregojmë që duam Perëndin dhe duam dhe tjetrin si vete. Zoti t'i bekoj, sepse Zoti është i mirë dhe mirësia e tij vazhdon për jetë. Amen.